Premiera e re në cirkun kombëtar për ju gjithçka ofron ngjyra dhe larmi numrash. Por spektatori mungon. Shkak është i ftohti në çadër. Kam re që publiku nuk është mjaftueshëm në çadrën e cirkut. Për këtë nuk dishta them, ndoshta mungon dhe shumë informacione, ndoshta kushtet, ndoshta gjithçka, por ju premtojmë që nëse vinë shohin premierën do të nxehen sa do të heqë dhe xhupat. Kushtet ku stërviten artistët nuk kanë nevojë për komente. Ato janë jashtë çdo parametri. Kjo shfaqje u realizua me pjesëmarrjen e trupës së artistëve të cirkut kombëtar, ku nuk munguan numrat e ajrit, ato të shpejtësisë, numrat prestigiator dhe akrobaci. Drejtori artistike bën thirrje për pjesëmarrje të gjerë të grup moshave të ndryshme. Titulli ka dy kuptime, për ju gjithçka, sepse një artist gjatë gjithë jetës së tij, duke filluar që nga mosha 5 vjeçare dhe derisa të dalin në pension, punon fort me sakrifica shumë të ndaja për publikun. Dhe nëse publiku mungon, atëherë quhet vdekje për artistin. Kështu që për ju bëjmë gjithçka, por në këtë shfaqje ka gjithçka për ju. Për çdo lloj moshe, për çdo lloj personaliteti, në këtë shfaqje secili mund gjej veten e vet. E veçanta e shfaqjes është pjesëmarrja e fëmijëve të moshave 5 deri në 7 vjeç në studios së cirkut për të krijuar vazhdimin e hallkës së traditës. Përmbyllja është surprizuese. Vjen me një performancë plot zjarr, ku shumë artistë shfaqin aftësitë e tyre, si flak me shishe, me zinxhir, flak me gojë dhe rraf.